Hello, përshëndetje miq e mi. Unë që po ju flas jam Muhamet Bishka, jam CEO dhe founder i platformës Panajria Online dhe sot do të ndaj një informacion me ju për të gjithë ata persona që janë të moshës nga 15 deri në 40 vjeç. Ai informacion që do të ndaj është sot në këtë kohë ose po themi gjatë kësaj kohe, çfarë do lloj moshe që jeni juve, jeni në moshën më të mirë të mundshme sepse atë që keni është koha dhe energjia juaj të cilën e keni me shumicë. Ndërkohë që kur kalon këtë moshë, as kohën nuk ke më, sepse është familja që ta merr një pjesë të kohës, dhe as energji nuk keni më, sepse është mosha e cila ajo nuk mund të kesh energji siç je 20 vjeç ose 40 vjeç. Kështu që nëse jeni në këtë moshë, do t'ju sugjeroja që ta investonit jo thjesht për të punuar, për të marrë një rrogë dhe për t'u argëtuar, por do t'ju sugjeroja që të investonit për të mësuar një aftësi e cila t'ju paguaj për gjithë jetën dhe që të mësoni një aftësi të veçantë, nuk duhet më shumë se 5 vite. Me 5 vite, çfarë lloj pune që doni të bëni, ju mund të bëni ekspert. Unë personalisht nuk kisha informacion në lidhje me internet marketing, reklamat online, platformat online, por sot pas 10 vite, sepse tashmë më bën 10 vite, jam bërë ekspert i kësaj fushë. Kështu që edhe juve do të sugjeroja që të investonit kohën tuaj për të bërë ekspert në një fushë, por ajo që është edhe më e mira është të ndërtoni një sistem në këtë lloj fushë që ju doni të bëheni ekspert. Sepse vetëm sistemet janë ato që mund ta paguajë një njeri në të ardhmen, pra kur ju të kaloni të 30-ta dhe 40-tat dhe të dini në pension, nuk do të keni më nevojë që të merrni thjesht një pension, por do të keni një sistem i cili do t'ju paguajë për gjithë jetën. Sepse në këtë jetë nuk kemi ardhur thjesht të punojmë, por kemi ardhur që edhe të ta jetojmë dhe ta shijojmë. Por nuk shijohet jeta kur je i ri, por shijohet pas të 40-tave. Sepse nëse do ta shijoni jetën, po themi kur je i ri, është njësoj sikur nga mëngjesi deri në orën 12 ti je duke u argëtuar dhe kur vjen dreka nuk ke çfarë ha sepse nuk ke gatuar. Kështu që duhet të gatuash në mëngjes që të hash në drekë. Dhe duhet të gatuash në drekë që të hash në darkë. Kështu është edhe jeta, është shumë e thjeshtë. Shihemi në videot e tjera, mos harroni bëni koment ç'a moshe jeni dhe çfarë mendoni për ta ndryshuar të ardhmen tuaj.